Një nga protagonistët më të fortë dhe më të përfolurat e këtij sezoni, Brikena ka përfunduar rrugtimin e saj në një moment kritik vetëm pak ditë para finalit së madhe. Përballë kokë me Rogertin, i mbajti të gjithë para ekranit, por në fund ishte ky i fundi që preu biletën e shumë dëshiruar si finalist i katërt. Ky vendim shkaktoi menjëherë një tërmet komentesh dhe një seri reagimesh masive në rrjetet sociale, duke ndarë publikun në dysh. Por ndërkohë që rrjeti zgjente, brenda shtëpisë situata ishte krejt tjetër. Pas fikjes së drejtave të Prime dhe mbylljes së transmetimit, Mateo është parë thellësisht i prekur. Pamjet e tij duke qarë dhe i dërmuar nga largimi i Brikit treguan anën tjetër të medaljes së këtij eliminimi. Megjithatë, nëse Mateo ishte duke derdhur lot nga brenda, Brikena po tregonte dhëmbët jashtë. Mbështetja e saj nuk ka vonuar as një sekond sapo mori telefonin në dorë, që prej orës 4 të mëngjesit i vetmi postim origjinal në storyn e saj në Instagram përpos një lumi repostimesh i dedikoi ekskluzivisht betejës së Mateos për çmimin e madh. Me një foto të publikuar ku tregohet grafika e votimit për 4 finalistët, Mateo, Miri, Roger dhe Selin, Brikena e ka theksuar qartë se ku anon peshorja. Ajo ka vendosur zemra rreth portretit të Mateos dhe i ka bërë thirrje të hapur ndjekësve për mbështetje. Të votojnë fituesin e padiskutueshëm. Një mesazh i shkurtër por i qartë. Loja e Brikenes mund të ketë përfunduar fizikisht në atë shtëpi, por fushata e saj për të dashurin sapo ka nisur. Me sa duket, fansave të Mateos i është tuar një super fanse. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.